Fillojmë sot së bashku një cikël të ri emisionesh Kopshti i Devotshmërisë. Kopshti i Devotshmërisë nuk është një oazë fizik, por se është zemra e çdo besimtari, e cila frymëzohet dhe furnizohet vazhdimisht me kuptimet kuranore dhe me shembullin e ndritur të profetit Muhammed alayhis salam. Ne do të jemi në këtë cikël të ri çdo javë me hoxhallar të ndryshëm, me tema të ndryshme, duke u njohur me çdo petale të këtij kopshti, me çdo lule, me çdo mësim, me çdo frymëzim, e cila do të na bëj jo vetëm të kuptojmë gjëra të rëndësishme nga ky kopsht, nga ky oazë i rëndësishëm, por se edhe të jetësojmë dhe të përjetojmë këto virtyte dhe këto vlera. Ne do të fillojmë sot me sinqeritetin, me temën më të rëndësishme, më themelore në jetën e çdo besimtari, një temë themelore gjithashtu në porositë kuranore dhe në jetën e profetit Muhammed alayhis salam. Këtë temë kemi kënaqësinë ta trajtojmë me hoxhën nderuar, imamin e xhamisë qendrore në qytetin e Vlorës, Hoxh Ajredin Dizdari. Hoxh, mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Nëse flasim për sinqeritetin, kuptohet që është baza e gjithë marrëdhënieve në përditshmërinë e çdo kujt pavarësisht statusit apo situatës ku ndodhet. Por në fenë islame, sinqeriteti çfarë peshë ka, çfarë rëndësie ka, çfarë hapësie ka dhënë Islami sinqeritetit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëplotit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për profetin ton, për familjen e tij, për shokët e tij, e për çdo besimtare që pason rrugën e tyre deri ditën e fundit. Sinqeriteti është prej veprave themelore në këtë fe. Dietarët e Islamit e kanë vendosur sinqeritetin si një prej kushteve që veprat të pranohen. Kanë thënë që sinqeriteti dhe forma e duhur, pra ndjekja e rrugës profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, janë dy prej kushteve kryesore që një vepër të jetë e pranuar tek Allahu. Allahu Dhul Xhelal i urdhëron, i orienton besimtarët që ata ta adhurojnë atë me sinqeritet. Pra nuk mjafton vetëm adhurimi, por se duhet një adhurim i sinqert. Pra ky adhurim duhet jetë i bërë dhe i drejtuar vetëm kundrejt dhe drejt Allahut Dhul Xhelal. Dhe të kërkohet prej këtij adhurimi vetëm kënaqësia e Allahut. I dërguari i Allahut profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përmend një hadith shumë të njohur. Në një hadith që shumë prej dietarëve të Islamit e kanë vendosur si hadithin bazë kur kanë shënuar apo kanë shkruar librat e tyre, madje e kanë shkruar edhe të parin. Dhe është i njohur si hadith ku thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, me të vërtetë që veprat vlerësohen apo merr shpërblim për to për niyetin që ti ke patur. Pra duhet që të arrish të kryesh një vepër të mirë dhe të shpresosh shpërblimin tek Allahu, ajo vepër të kryhet vetëm se për hir të Allahut dhe për hir të askujt tjetër. Ndërkohë, sinqeriteti kuptuam që është baza e çdo adhurimi. Por në Kur'an flitet vazhdimisht për sinqeritetin, bëhuni të sinqert, jini të sinqert, adhuroni Zotin me sinqeritet. Sinqeriteti në konceptin islam përfshin vetëm aspektet e marrëdhënies që ndërton besimtari me Zotin e tij, në mënyrë se si adhuron, si lutet, apo sinqeriteti është një koncept që përfshin edhe marrëdhënien me të tjerët, me njerëzit, me punën që ai bën, me marrëdhëniet që ka me dashamirësit e tij ose edhe me konkurrentët e tij. Pra cili është dimensioni i sinqeritetit në fenë islame? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për sa i përket sinqeritetit e shpjegon atë në një, le të themi, në një hadith vetëm mund të kuptohet. Thotë ad-dinu nasiha. Pra feja, disa e kanë përkthyer feja është këshill, por në të vërtetë hadithi ka për qëllim feja është çiltërsi. Feja është sinqeritet. Pra feja është sinqeritet me Allahun, feja është sinqeritet me dërguarin e tij, feja është sinqeritet me besimtarët, feja është sinqeritet me prisin. Pra besimtari udhëzohet që edhe në jetën e tij të përditshme me njerëzit të jetë i sinqert, të ketë raport të çiltër me ta. Dhe për këtë arsye kur ne duam të kuptojmë raportin e sinqeritetit që kemi me Allahun, shpeshherë i kthehemi shembujve që njerëzit kalojnë përditshmërinë e tyre. Nëse do i jepje dikujt një dhuratë, edhe do i thoja shiko, këtë dhuratë nuk e kisha për ty, e bleva për dikë tjetër, po e di ç'ke mbaje. Ai nuk do e ndjejë si dhuratë. Pra nuk do e ndjejë si diçka që është bërë enkas për të. Ti mund t'ja japësh, po kënaqësinë shpirtin e tij nuk e ke fituar. E njëjta gjë apo e ngjashme, le të themi, për një shembull kuptues, ndodh dhe kur ne e adhurojmë Allahun Azza wa Jall.
Pra kur bëjmë diçka që duam të arrijmë kënaqësinë e tij, por kemi qëllim dhe një arritje tjetër nga kënaqësia e njerëzve apo nga përfitimet e kësaj bote. Të tillë shembull kuptojmë që sinqeriteti është jashtëzakonisht i nevojshëm që kjo vepër ne të na pranohet tek Allahu dhul xhelal. Dhe padyshim që në çdo raport njerëzor besimtari udhëzohet të jetë i çiltër, të jetë i sinqert, të thotë atë që mendon, të thotë atë që ndjen brenda vetes dhe të mos jetë i dyfisht në ndjenja apo në mendime dhe në prezantimin raportet që ka me njerëzit. Pra të jetë i pastër. Shpesh pretendojmë ose mendojmë që jemi të sinqertë në adhurimet tona, por se ndoshta na ndodh që e gjejmë veten në këtë raportin e dyfishtë që ju thatë, në raport me njerëzit. Por ndoshta kemi momente që nuk jemi aq të çiltër, aq të sinqertë. A është kjo një pikpyetje se ndoshta kemi probleme me sinqeritetin edhe në dimensionin vertikal? Pra, a mund ta masim sinqeritetin në raport me Zotin, si më thënë, mund të jetë një matës se sa sinqert jemi me krijesat e tij? Pra, a mund të jetë njeriu i sinqert me Zotin dhe i pasinqert me njerëzit? Jo, nuk ndodh. Nuk ndodh që besimtari apo njeriu të jetë i sinqert me Zotin e tij dhe të jetë jo i sinqert me njerëzit. Padyshim që mund të ketë keq kuptime, njerëzit mund të bien në keq kuptime midis njëri tjetrit, mund të jetë keq kuptuar një fjalë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë sqarimi, pra largimi i keq kuptimit, largon shejtanin. Largon shejtanin midis dy njerëzve që kanë një keq kuptim, ata e zgjidhin me njëri tjetrin dhe bëhet çka kjo që pra nuk do të na shkojë mendja më një herë te hipokrizia në situata mund të ketë dhe keq kuptime. Padyshim. Ja detyrimisht personi përballë është dyfytyrsh ose është hipokrit, po mund të jetë dhe situata. Pra mund të ketë situata që njerëzit keq kuptohen midis njëri tjetrit, por nuk ndodh që një besimtar të ketë raport sinqert me Allahun, me Zotin e tij dhe të mos ketë raport sinqert me njerëzit. Pra të jetë i çiltër dhe i pastër me Allahun dhe të jetë pra të ketë, si thua, dy fytyra me njerëzit. Kjo gjë nuk ndodh. Ju përmendet hadithin e Profetit alayhis salam që vepra shpërblen sipas qëllimit, sipas njetit, sipas ambicjes së ka gjithë secili. Dhe pothuajse të gjithë librat e hadithit nisin me këtë hadith, me këtë transmetim. Është për haditheve bazike ku është i pashmangshëm në shumë ligjërata. Çfarë do të kuptojmë nga ky hadith? Mund për audiencën mund të na tregoni hadithin e plot dhe pastaj ndalemi tek dobitë e kursit e tij. Po, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, me të vërtetë thotë që veprat thotë vlerësohen sipas niyetit. Pra innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dhe me të vërtetë thotë që gjithë secili thotë do të marrë atë për cilën ai ka nijet. E kush është thotë hijreti i tij për Allahun dhe për dërguarin e tij, ai do të shpërblehet për atë. E kush është thotë, pra kush e ka bërë thotë hijretin për të përfituar diçka nga të mirat e kësaj bote apo për një grua që të martohet për të, atëherë thotë ai do të marrë atë për cilën e ka patur në jetë hijretin e tij. Thon dietarët e Islamit, për ta nisur nga fundi dhe për të përfunduar në fillim, shembulli që ka përmendur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për hijretin, tregohet që ka qenë në kohën kur i dërguari Allah dhe sahabët bën hijret nga Mekka për të shkuar në Medinë, pra nga ajo atmosferë armiqësore që ishte në Mekë kundrejt muslimanëve, për t'u larguar kësaj gjendje vajte në Medinë ku gjetën dhe mbështetjen e ensarëve atje. Dhe ka qenë një prej sahabëve i cili kur u largua nga Mekka nuk u largua për qëllimin që të bënte hijret për hir të Allahut, por u largua për të martuar me dikë që kishte një status të caktuar. Dhe përmendin dietarët që nuk ka argument që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur në hadith këtë gjë për shkak të këtij personi, por e ka marrë si shembull. Dhe ajo, pra për gjërave kryesore që ne kuptojmë është që ky sinqeritet që ka bazë për shpërblimin në vepra, sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e nis duke thënë me të vërtetë veprat janë sipas niyetit. Pra që ne të shpërblehemi për këto vepra që bëjmë, na duhet që sinqeriteti të jetë gjëja e parë për ne, që ta bëjmë këtë vepër për hir të Allahut. Dhe arrim të kuptojmë që dy vepra të njëjta mund të jenë dy vepra të njëjta. Pra u përmend e njëjta vepër, largimi nga diku për diku. Po me niyete të ndryshme shpërblehen ndryshe. Pra i pari një person e kryen një vepër për të arritur kënaqësinë e Allahut, qoftë vepër dynjaje dhe e fiton shpërblimin e Allahut, dhe dikush tjetër e bën për një qëllim tjetër dhe fiton, le të themi, benefitin e kësaj dynjaje për cilin e ka bërë veprën. Dhe merret në rast, pra hadithi vjen me shembullin e hijretit. Thot profeti, kush bën hijret për hir të Allahut,
për atë e ka marrë shpërblimin. E kush bën hijret, pra largohet nga një vend për një vend tjetër, për përfitime të kësaj dynjaje, atë ka marrë. Kjo ndodh shpesh. Dikush mund të flër herët sepse do të zgjohet herët për punë, po dikush mund të flër herët sepse do të zgjohet dhe të kapi namazin e sabaut. Është e njëjta vepër. Po i pari ka shpërblimin sepse po flë herët për të arritur kënaqësinë e Allahut që të falë namazin e sabaut, i dyti për të vajtur në punë, pra nuk e ka të njëjtin shpërblim. E njëjta vepër është, ama çfarë na bën neve të kuptojmë që shpërblimet janë të ndryshme? Niyeti. Dhe kanë përmendur dietarët e Islamit që edhe ato vepra të cilat nuk janë në thelb adhurime, pra nuk janë në thelb adhurime, dhe e kuptojmë nga ky hadith, por që bëhen me niyetin për të kënaqur Allahun, tek ato ti merr shpërblim. Përfiton besimtari, pra një besimtar e vën jetë të vetes tij që dua të punoj, dua të arrijë një lloj kapitali financiar që të ketë mundësi të ndihmojë të pamundurit, apo të ketë mundësi të botoj libra fetar që njerëzit ta njohin Islamin, apo të ketë mundësi të suportojë njerëz të cilët merren me projekte ku njerëzit njihen me Allahun, njihen me parimet islame, u prezantohet atyre feja ashtu siç duhet, të ndërtoj xhami, të bëj vepra të tjera të mira. Pra, pavarësisht se në thelb ndonjë vepër e caktuar nuk është adhurim, në momentin që ti e kryen me niyetin për të arritur kënaqësinë e Allahut, ti merr shpërblim për të. Këto janë disa prej shpjegimeve që vijnë për këtë hadith madhështor që e kanë konsideruar dietarët hadith bazë në fenë islame. Duke ju referuar këtij hadithi, po kuptoj që përballë një vepre duhet të mendohemi se çfarë mund të marrim maksimalisht nga kjo vepër. Pra, në këtë rast ishte hijreti, çdo kush për besimtarëve, sahabe, duhet që të mendoni se cili ishte njeti që do të arrijë maksimumin e shpërblimit. Po. Këtë mund të aplikojmë në gjithë përditshmërinë tonë. Pra, ashtu që shprehet që sapo dalim nga shtëpia, duhet të kemi një vizion dhe një jetë të qartë se çfarë duhet synojmë maksimalisht që e njëjta vepër të mos shpërblehet për gjëra të vogla, po të marrë shpërblime të mëdha. Fudejl ibn Iyad i përmend duke thënë nuk kam gjetur thot gjë më të vështirë me të cilën thot jam marrë në veten time se sa thot pastrimi i niyetit. Sepse e kam parë thot që ai vazhdimisht ndryshon. Pra, do që të thotë që njeti është sfidë e vazhdueshme, nuk është diçka statike. Nuk është. Pra, sinqeriteti është diçka që duhet ushqyer, duhet kuruar vazhdimisht. Vazhdimisht. Dhe dietarët e përmendim në Al-Qaim i thot sinqeriteti thot në kryerjen e një vepre është ajo ndjenjë thot e cila nuk cënohet nga lëvdatat e njerëzve dhe nuk friksohet nga kritikat e tyre. Ky është sinqeriteti. Pra nëse do të shikosh që një vepër ti po e bën për hir të Allahut dhul xhelal, shikoje atë ndryshon ndjenja për atë vepër nëse do lavdrohesh apo nëse do kritikohesh. Dhe e përmendin Sheikh Albanin si njeri që sa herë lavdrohej dhe sa herë kritikohej, reagimi i tij ishte i njëjtë. Pse? Sepse ai rrugtimin e tij drejt Allahut, duke marrë DNA ditët dhe duke ja shpërndar atë, e kishte vetëm për hir të Zotit. Dhe subhanallahu, kur e kam lexuar fjalën e Ibn al-Qaimit për sinqeritetin dhe veprën e sinqertë, dhe kam lexuar edhe për Sheikh Albanin që reagimi i tij ishte thuajse i njëjtë, sikur kritikohej, sikur lavdëroi, kam thënë me të vërtetë që vepra e sinqertë nuk cënohet nga asnjëra palë, as nga lëvdatat, as nga kritikat e njerëzve. Pra, kemi situata kur vepra të mëdha, siç ishte hijreti në këtë hadith, mund të shpërblehen me diçka të përkohshme, që ka të bëjë me jetën e kësaj bote. Po ndërkohë kemi situata kur jetën e kemi shumë të madh, po veprën e kemi të pamundur. Pra, i kemi ambicjet, i kemi dëshirat, i kemi synimet, po ndoshta kushtet dhe rrethanat nuk na i lejojnë që ti realizojmë ato. Çfarë shpërblimi ka në këtë situatë? Njeriu duhet të përgëzohet me hadithin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ku e përmend këtë rast, që thot ai njeriu i cili ka niyetin e mirë për të kryer një vepër, por nuk i realizohet kryerja e kësaj vepre, shpërblimi tek Allahu e merr sikur e ka kryer atë. Pra, kjo është pjesë pastaj e mëshirës Allahut dhul xhelal, që Allahu e shpërblen njeriu kur ai heq dorë nga një haram për të arritur kënaqësinë e Zotit, dhe Allahu ja quan atë heqje dorë, le të themi, atë braktisje të këtij harami që donte ta realizonte, ja quan Zoti si shpërblim.
dhe veprën e mirë që njeriu do ta realizoj, ka synimin e mirë të realizoj, ka sinqeritetin për hir të Allahut që ta kryej, ai do ta kryej, por nuk përmbushen kushtet, rrethanat për ta realizuar, Allahu dhul xhelal e shpërblen atë sikur ai e ka kryer këtë vepër. Andaj duhet të përgëzohet njeriu me fjalën e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë, si mund të arrijë njeriu po themi të kultivojë sinqeritetin e tij? Pasi ju thatë se është diçka e cila vazhdimisht do kujdes, vazhdimisht do ushqyer, vazhdimisht mund të cënohet, mund të tjetërsohet, mund të dëmtohet. Për çfarë ato vepra që e bëjnë cilësor sinqeritetin dhe njëtin tonë? E para është mbështetja tek Allahu dhul xhelal. Njeriu në çfarë do lloj gjëje që bën në jetën e kësaj bote duhet mbështetet tek Allahu. Dhe ta lut Allahun që t'ia pastrojë atij niyetin, t'i jap atij sinqeritet në vepra. Pra duhet i lutemi Zotit për të qenë sinqeritet. Po dyshim. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e lutte Allahun, o Allah më ruaj mua nga hipokrizia. I dërguari Allahut. Kush jemi ne? Pra ti lutemi Allahut që t'jemi të sinqert në kryerjen e veprave, në kryerjen e adhurimeve. Sepse sinqeriteti, kanë thënë dietarët, kryerja e veprave apo një adhurimi të caktuar cënohet në 3 lloj formash. Cënohet në radhë të parë nga ai lloj adhurimi që ti apo nga ai lloj vepre që ti e kryen dhe nuk e ke as pak niyetin për të kënaqur Allahun. Kjo vepër, kanë thënë dietarët, jo vetëm që nuk pranohet, por kthehet edhe në gjuna. Sepse ti nuk e ke as pak qëllimin për të kënaqur Allahun dhul xhelal. Kjo është hipokrizi e plotë, e qartë. Kjo është e qartë. Pra, kanë marrë shembullin e hipokritëve në të tilla raste ku i kryenin veprat, nuk kishin synimin kënaqësinë e Allahut, por kishin synimin përfitimin e si thua të mirave materiale, duke qenë afër besimtarëve, pasi besimtarët ishin të fortë financiarisht dhe në pozita të caktuara. Zakonisht kjo vjen kur Islami në një vend është i fortë. Dhe hipokritët kryejnë adhurime, le të themi, për t'u afruar me besimtarët sikur ata janë besimtarë, por në fakt nuk e kanë qëllimin për të kënaqur Allahun, por e kanë qëllimin për të përfituar nga jeta e kësaj bote. Kjo vepër absolutisht nuk pranohet, por kthehet edhe në dënim. Kanë thënë dietarët, rasti i dytë ku njeriu i cënohet vepra është kur ai e kryen veprën për hir të Allahut, por gjithashtu do dhe kënaqësinë e njerëzve. Kjo, kanë thënë dietarët, hyn tek kjo errria, syfajësia, që ti e kryen një vepër për të arritur kënaqësinë e Allahut, por do që të arrish dhe lavdrimet e njerëzve. Kanë thënë dietarët, kjo hyn tek shirku i vogël, tek ajo që realisht ja kërcënon besimin muslimanit. Edhe ky është prej, po themi, për jo, ky mund të jetë musliman i cili e kryen një vepër për hir të Allahut, po do dhe kënaqësinë e njerëzve, do të shikojnë njerëzit që ja un po jap, apo ja un po ndihmoj, apo ja un po falem. Kanë thënë dietarët, kjo hyn te shirku i vogël. Allahu duhet t'i kërkosh Allahut që të të ruaj prej tij, ashtu siç ka bërë dua Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Në fakt njeriu nga natyra shpesh e ka, po themi, pëlqen lavdërimin e njerëzve, pëlqen po themi duartërokitjen e njerëzve. Pra, ndoshta është prej dobësisë, por natyrën e tij e prej rënies së imanit. Është prej natyrës së njeriu, por edhe prej rënies së imanit. Pra njeriu duhet të rregohet shumë i kujdesshëm që veprën të cilën ai e bën, ai ta kontrollojë niyetin e tij, ta shikojë niyetin e tij për çfarë po e bën këtë vepër. Pra synimi duhet të jetë vetëm kënaqësia e Allahut dhul xhelal. Dhe kanë thënë dietarët, dhe i treti është ai njeri i cili nis për të bërë një adhurim, e ka qëllimin për të kënaqur Allahun, po ka një pjesës të vogël të dëshirës për të përfituar në jetën e kësaj bote disa të mira materiale. Dhe kanë marrë shembullin dietarët e atyre njerëzve të cilët hikin për haxh. Pra nisen për haxh, kanë niyetin të bëjnë haxhin, kanë niyetin të përmbushin këtë adhurim madhështor, por thonë gjatë rrugtimit duam që të shesim diçka, pra të përfitojmë diçka prej tregtisë, e cila është e lejuar. Në këtë rast kanë diskutuar dietarët, nuk bëhet fjalë për marrjen e gjunahut, por bëhet fjalë për masën e shpërblimeve. Pra ai i cili niset vetëm për hir të Allahut në këtë rrugtim, që nuk ka ndërmend të ketë asnjë lloj përfitimi tjetër nga dynjaja, e ka shpërblimin më të lartë se sa ai i cili niset në këtë rrugtim, po ka dëshirën që pse jo të mos përfitoj. Pra këto janë 3 shembujt e atyre njerëzve që nisin të bëjnë diçka për hir të Allahut, por u futet në mes ajo dëshira për të përfituar nga jeta e kësaj bote, e padyshim ai i cili e merr shpërblimin e plot
është ai që e ka sinqeritetin më të pastër për të arritur veprën plotësisht për hir të Zotit ta kryej. Këto janë 3 kategori fikse, pra që njeriu është ose tek e para, ose tek e dyta, ose tek e treta, apo mund ndodh që i njëjti person mund të zhvendoset një herë tek ai personi i sinqert, një herë mund të dobësohet, një herë mund të pastruohet sinqeriteti, pra si është kjo marrëdhënia me sinqeritetin? Po, njeriu në jetën e kësaj bote, imani i tij është në ulje dhe në ngritje. Pra është në ulje dhe në ngritje, kur sahabët cilët kanë qenë të shqetësuar për imanin e tyre, për besimin e tyre, kanë shkuar te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thënë ja Rasulullah, ne kur jemi me ty imani jon është shumë lart. E kur largohemi prej teje imani jon na bie, pra nuk ndjejmë atë forcën e iman. E ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse imani juaj do të ishte gjithmonë i lartë, ashtu siç kur jeni me mua, pra nuk do të ulej fare, thot me lajket thot do të zbrisnin, thot, dhe vinë hadithe ndryshme do të shtrinin krahët që ju të hesnit, apo do t'ju takonin. Pra imani njeriu ulet. Pra një luhatje imani ndoshta është e natyrshme, është e pranueshme. Pra ndryshe është kur je në xhami, ndryshe është kur je ndoshta në treg apo në vende të tjera. Prandaj duhet njeriu ta rishikojë në jetën e tij. Të parët tanë të mirë thonin e rishikojmë në jetën tonë përpara se ta kryejmë një vepër. Pra niyeti ishte për ta kryer veprën për hir të Allahut. Po ndoshta pozitat kanë ndryshuar, ti tani do ta kryesh të veprën për hir të Allahut, po shikon që me kryerjen e saj ti arrin dhe disa statuse të tjera. Pra duhet ta rikontrollosh, rishikosh në jetën tënde që të fokusohesh dhe ta bësh një vepër të mirë vetëm se për hir të Allahut. Umri radiallahu anhu thot, pra tregohet për të që ka qenë shumë i shqetësuar, të dinte prej Hudhaifes, që ka qenë sahabi, të cilit Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thënë emrat e hipokritëve. Hipokritët plot në këtë rast, pra ata që ishin ata cilët nuk ishin besimtarë. Dhe Umri ishte shumë i shqetësuar se mos ishte prej tyre. Dhe shkonte nga pas Hudhaifes për ta pyetur. Dhe Hudhaifja nuk ja tregonte, sepse ishte amanet i Resulullah sallallahu alaihi wasallam që të mos i nxirrte këto emra. Pra edhe pse i dinte profeti, dhe ja kishte thënë të mos i nxirrte këto emra. Dhe Umri e kishte shqetësim të vazhdueshëm. Dhe shkonte e pyeste. Derisa Hudhaifja lodhi, thot o Umri, thot nuk i e, thot, prej atyre që janë hipokrit, pra prej atyre që janë dyftyrsh. Dhe aty Umri qetësohet. Pra padyshim njeriu ka në jetën e tij ulje ngritje të imanit dhe kjo ndikon dhe në cilësinë e veprës, në cilësinë e sinqeritetit që ai ka, po gjithmonë ne jemi në, si thua, në përpjekje të vazhdueshme për të arritur këtë sinqeritetin e plot. Po ndërkohë meraku për sinqeritetin është i shëndetshëm, çfarë? Është i shëndetshëm. Pra, Omeri, një prej besimtarëve më të mirë që ka pas historia e ummetit islam, kishte merak se mos ndoshta ishte hipokrit. Që do thot për shenjave të sinqeritetit të mirë është meraku se mos kemi rënë në syfajsi dhe dyfytyrsi. Po, madje tregohet një ngjarje në kohën e Umrit radiallahu anhu, kur ai ka qenë halif, pra kur ai ka qenë udhëheqësi i besimtarëve, që një burr vjen paraqitet tek ai, pra ja sjellin për ta dënuar sepse ai kishte vrarë dikë pa qëllim. Dhe familja e të vdekurit, e të vrarit, kërkonte që mbi të zbatoj ligji për këtë rast. Dhe ky i kërkon Umerit, i thot, o Umeri, thot, unë thot në disa transmetime, unë thot kam një vëlla, i cili është jetim. Dhe pasuria e babait ton për vllain vetëm unë e di ku është dhe vetëm unë e di sa është. Më lëri thot 3 ditë kohë që unë të shkoj dhe t'ja jap atij, ta kryej amanetin dhe të vi. Dhe Umeri i thot kush do të dal garant për ty që ti do të vish. Dhe ai kthehet për të parë njerëzit, askënd nuk njihte dhe askush nuk e njihte. Dhe nga pjesa e pasme e xhamisë, Abu Dharr el-Ghifari e dëgjon dhe thot o Umer, thot unë do dal garanti ti. Dhe ai largohet, ikën. Në fundin e ditës së tretë, ku po mbaronte afati, pra ai kërkoi 3 ditë, dhe thuaj që po mbaronte namazi i ikindis, pra kishte hyrë namazi i ikindis dhe po mbaronte, po hynte namazi i akshamit, pra po ndronte dita. Njerëzit filluan të shqetësoheshin, pra që nuk po vjen. Dhe duhet kryhej
si thua dënimi tek garantuesi. Dhe në çastet e fundit ai shfaqet. Dhe e pyet Umar, i thot, pse u ktheve? Pse u ktheve? Thot, o Umar, thot, u ktheva, thot, sepse nuk doja që të thuaj për umetin e Muhamedit që ka humbur besnikëria. E dhash fjalën që do kthehem dhe u ktheva. Pra gjithë interesi i tij ishte që të mos kthehej. Të shkonte nga një dënim shumë i madh. Ai do interesi i tij personal, po. Besnikëria dhe sinqeriteti e ktheu. Besnikëria dhe sinqeriteti atë e ktheu. Pra ai u vonua sepse i ndodhen disa peripeci rrugës, ama sërish u kthye. Dhe Umar i kthehet te Abu Dharr al-Ghifari dhe i thot, po ti, i thot, pse i besove? Thot, pash sinqeritet të fjalët e tij. Pash, thot, çiltërsi dhe sinqeritet të ky njeri. Prandaj i besova. Dhe familja e cila kërkonte që të dënohej ky njeri për shkak të asaj vrasje që kishte ndodhur pa qëllim, i fal. Dhe i thot Umeri, pse e falët? Në disa transmetime thon, e falëm sepse nuk duam që të thuhet për umetin e Muhamedit që ka humbur mëshira midis tyre. Dhe e gjitha kjo, tregojnë dietarët, nisi nga sinqeriteti, nga çeltërsia. Pra çeltërsia është një aspekt që nëse kultivohet në shoqëri, pastaj shoqërinë e bën më të shëndetshme, e bën më të sigurt, e bën më të drejtë, pra ka benefite edhe në raportet njerëzore që kanë individët. Ne do bëjmë një shkputje shumë të shkurtër për t'i dhënë argumentet dhe dobitë e kësaj vepre në pjesën e dytë, ndërmjet që jemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi të nërmish në studio, jemi me Hoxha Hajredin Dizdarin, duke folur pikërisht për sinqeritetin, për çeltërsinë, për njëtin që duhet të ketë besimtarit, cilat shpesh janë sekrete që i di vetëm ai dhe Zoti që e ka krijuar. Po pikërisht ky është çelësi i suksesit të tij në jetën e kësaj bote dhe në ahiret, nga ajo që po kuptojmë nga biseda me Hoxhën. Hoxhë, folëm pak për shoqërinë, që nëse në mesin e saj ka njerëz të sinqert, ka benefite të ndryshme, bëhet një shoqëri më e çiltër, më e sinqert, më e shëndetshme. Çfarë mund të na këshillonit në këtë dimensionin shoqëror të sinqeritetit? Forma më e mirë e kultivimit të sinqeritetit në shoqëri vjen nga ajo që ne përmendëm, nga të qenurit i sinqert me Allahun. Dhe se kjo duhet kuptuar drejt, pse vjen, pra pse krijohet, pse ndërtohet një shoqëri e sinqert duke qenë njerëz të sinqert me Allahun. Sepse raporti që njeriu ka me Allahun është një raport shprese, frike dhe shprese. Pra ne adhurojmë Allahun me frikë dhe me shpresë. Shpresojmë tek mëshira e tij, e cila është e pafundme, e madhe, mëshirues, mëshirbërës, Ar-Rahman Ar-Rahim, por dhe i trembemi, i friksohemi në dëshkimin e tij i cili është i drejtë. Pra jeta e njeriut, jeta e besimtarit ecën mbi këto dy shina. Mbi shinën e frikës prej Allahut dhe mbi shinën e shpresës prej tij. Dhe ky raport, vetë raporti që besimtari ka me Allahun, e ndihmon atë që të jetë i sinqert dhe me njerëzit. Sepse raporti që ti ke me Zotin, ti e kryen një vepër për hir të tij, dhe ti nuk e di se kur do t'i marrësh benefitet e kësaj vepre. Do t'i marrësh, është e garantuar, mund të shpërblehesh për të në këtë botë në forma që Allahu zgjedh të shpërblej, mund të shpërblehesh për të në botën tjetër në forma që Allahu zgjedh të shpërblej. Por ti i bën për shkak të raportit që ke me Allah. Pra e kryen një vepër me sinqeritet, me bindje, sepse e di që Allahu do të shpërblej. Vetë ky lloj raporti që ka besimtari me Allahun Dhul Xhelal e bën atë njeri të sinqert. Sepse në të kundërt ti s'do e bëje. Në të kundërt ti nuk do kishe shpresë për veprat e mira që kryen, dhe as nuk do të kishe frikë për veprat e këqija që kryen. Nëse nuk do kishe raport sinqert me Allahun. Nëse ky raport nuk do ekzistonte. E përrjedhoj njeriu shndërrohet në krijesë besnike
Besimtari shndërrohet në një njeri besnik në momentin që raportin me Allahun ai e ka sinqert, sepse nga këtu edukohet. Do të ishte e thjesht të edukoje një njeri duke i thënë që shiko, tregoj sinqert me mua se do t'jap këtë. Pra fëmijës kur ti i flet, kur e edukon, fëmia i percepton gjërat në momentin kur ai shpërblimin për atë që bëri e merr në moment, e merr në çast. Dhe njeriu e ka tendencën të arrijë të kuptojë gjërat në momentin që shpërblimin e një vepre të caktuar që ai e kryen e merr në çast. Po akoma formë më superiore e të stërviturit të zemrës, e të stërviturit të sinqeritetit njeriu, është kur ai e ka raportin me Allahun dhe shpreson tek Allahu për shpërblim. Për një shpërblim që ai nuk është i sigurt a do e marrë gjatë gjithë jetës tij apo jo. Po do e marrë pasi ai takohet me Zotin e tij. Pra raporti vetë që njeriu ka, që besimtari ka me Allahun, i cili kërkohet të jetë raporti sinqert, e shndërron atë natyrshëm në një njeri të sinqert. Sepse Allahu kërkon prej teje të mos gënjesh, se Allahu të shikon kudo që je, të dëgjon kudo që je, të mbikëqyr kudo që je. Di çdo gjë që ti bën. Allahu përmend Kur'an duke thënë edhe nëse i thoni haptazi, pra ato që ju mbart zemra, edhe nëse i thoni haptazi, edhe nëse i fshini, Allahu e di se çfarë mbartin zemrat tuaja. Pra Zoti i ti nuk i shpëton dot. Dhe edukohet besimtari që të jetë i sinqert. Dhe ky edukim vjen fillimisht nga raporti që ati i duhet të krijojë me Zotin e tij. E kështu shndërrohet njeriu në krijesë të sinqert, shndërrohet familja në cilën ai përbën pjesë, shndërrohet lagja, qyteti e kështu me radhë, i gjithë shoqëria. Dhe një shoqëri e sinqert padyshim që është një shoqëri e cila ka fuqinë të shërojë plagët e saj dhe të eci përpara në ato gjëra që ajo do të realizojë dhe realisht janë të nevojshme për të. Dhe e gjitha kjo vjen nga raporti me Allahun dhul xhelal, nga sinqeriteti që duhet kemi me të. Ju përmendët në pjesën e parë që sinqeriteti është në nivele të ndryshme, ka njerëz që janë tërësisht të sinqertë, po ka njerëz që ka hise në punën e tyre edhe pak syfajësia apo dhe pëlqimi i njerëzve. Dhe ndoshta ne nuk i shpëtojmë dot plotësisht syfajësisë apo së paku asaj kënaqësisë që na pëlqen që të tjerët të na duart trokasin dhe të na vlerësojnë. Po nëse nuk kemi garanci që veprat tona, ato kryesisht ato publiket, janë tërësisht të sinqerta, a duhet që së paku të veçojmë një ose disa vepra, se thua ti mbajmë ato sekrete, veç mes nesh dhe Zotit, duke shpresuar që ato ndoshta do të jenë, po themi, ai Chelsea ose elitari për cilin mund të kapemi dhe mund të kenë shpërblim, po themi, më të madh se këto të tjerat. Kjo është nga format më të mira të kurimit të sinqeritetit. Kanë përmendur dietarët, njeriu e kuron sinqeritetin e tij me vepra të fshehta. Kryen vepra të fshehta që askush nuk i di, vetëm ai dhe Allahu. Sepse kjo është e vërtetë. Njeriu shumë prej adhurimeve që kryen, njerëzit e shikojnë. Fal namaz, njerëzit e shikojnë. Mund të bëj ibadete të tjera, njerëzit e shikojnë. Mund të japi bamirësi dikush, mund të shikojë. Je i sjellshëm, je i moralshëm, flet mirë, ndihmon njerëzit shikojnë. Ka prej adhurimeve, siç është agjerimi, që është adhurimi fshet, midis teje dhe Allahut. Leximi i Kuranit me vete, po ashtu adhurim i fshet, pra që nëse ke mësuar prej Kuranit, sa ke mësuar, e lexon atë në veten tënde. Adhurimi i fshet. Dhikri, përmendja e Allahut, bërja e istikfarit, adhurimi i fshet. Duaja gjithashtu, adhurimi i fshet. Pra ka prej adhurimeve që njeriu mund të bëj, të cilat t'i mbajë të fsheta midis vetes tij dhe Allahut, që të ketë prej veprave dhe të dali përpara Zotit, thotë që Allahu këtë vepër e kam bërë vetëm për hirin tënd, sepse njeriu do apo nuk do mund të preket nga syfajësia dhe mund t'i shpëtojë në zemrën e tij kryerja e një vepre që mund të dojë kënaqësinë e Allahut, po dhe i bëhet qefi që njerëzit flasin mirë për ta. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Andaj kjo është prej formave më të mira të kurimit të sinqeritetit në raport me Zotin ton, kur ne kryejmë veprat. E gjithashtu kanë përmendur dietarët veçimi i njeriut në adhurime, pra ai sekreti që njeriu mban
midis vetes ti edhe Zotit ti bëhet shkak dhe për afrimin, pra që njeriu ta ndjej Zotin e tij më afër. Ta ndjej që Allahu e mbikëqyrë, që Allahu e shikon dhe që Allahu nuk ja humbet asnjë vepër sado e vogël qoftë ajo. Abu Bekr radiallahu anhu thot, sikur ta di thot që Allahu dhul xhelal më pranon vetëm 2 rekate. Jam i qetë. Sepse Allahu pranon vetëm se prej të sinqertëve. Pra nuk pranon Allahu vepra prej atyre që kanë hipokrizinë në zemrën e tyre, që i bëjnë veprat për të kënaqur të tjerë dhe nuk mendojnë fare për Zotin. Pra që i kategorizuam ata tek hipokritët, pra që nuk janë besimtar, por që i hiqen si besimtar. Andaj Abu Bekri thot, sikur ta di thot që Allahu më ka pranuar 2 rekat, jam i qetë, sepse jam të ata njerëz që janë të sinqertë dhe kanë kryer veprën dhe ajo është pranuar tek Allahu. Nga ajo që kuptova kur përmendet historinë e Omerit apo të Abu Bekrit apo dhe hadithet mbi të gjitha, kuptova që her pas here kjo gjenerat mundohej që të bënte një bilans mbi veten dhe mbi veprat e tyre. Pra në shpesh na ka rutina edhe në adhurimet tona, i bëjmë ato me vrap, mundohemi që të bëjmë sa më tepër her pas here, po a kemi nevojë për një skaner për t'i vlerësuar, po themi, problematikat që mund të kenë veprat tona, siç mund të jetë syfajësia, siç mund të jetë kjo dëshira për të dukur, siç mund të jetë egoja shpesh, ose ndoshta edhe një njetë jo shumë i madh ose një njetë po themi shumë i kthjellët. Pra sa e rëndësishme është vetë reflektimi dhe ky skanimi i veprave tona. Jeta jonë në kohën që ne jetojmë sidomos, pra le të themi brezi jon apo njerëzit që po jetojnë në epokën moderne, shumë prej nesh të gjithëve jemi në vrap. Pra jemi në nxitim, po nxitojmë diku, po vrapojmë për diku, sepse e tillë është jeta sot, është shumë dinamike. Dhe gjërat ndodhin aq shpejt sa që nganjëherë nuk kuptojmë se çka ka ndodhur. Po ky reflektim është tejet i nevojshëm. Dhe besimtari duhet që her pas here ta shikojë se ku e ka gjendjen e tij me Allahun. Ku e ka gjendjen e tij me adhurimet. Ku e ka kënaqësinë që ai ndjen në kryerjen e adhurimeve. Kanë thënë dietarët, matës prej matëseve të rëndësishëm të pranimit të veprave është kënaqësia që ti ndjen në kryerjen e tyre. Dhe nëse do të shikosh që një vepër e ke për hir të Allahut apo jo, thon atë lehtësohet ajo kur njerëzit të lavdërojnë dhe atë vështirësohet ajo kur njerëzit të kritikojnë. Nëse të lehtësohet kur njerëzit të lavdërojnë, ke probleme me sinqeritet. Dhe nëse të vështirësohet kur njerëzit të kritikojnë, gjithashtu ke probleme me sinqeritet. Madje kanë thënë dietarët, kur e kryer një vepër të mirë, nëse shikon që ajo vjen duke u vështirësuar për shkaqe që nuk kanë të bëjnë me ty, për shkaqe të jashtme. Ti si ndihesh i gatshëm që ta vazhdosh, apo thua shqyr që erdhi kjo vështirësi që mund të heq dorë prej saj. Këtë veprën e mirë që po e kryen. Pra kanë vendosur subhanallahu dietarët disa analiza shumë të bukura se si njeriu ta mbaj veten e tij në kontroll, për të parë këto vepra i ka për hir të Allahut apo e ka kapur rutina dhe nuk janë të pastra për hir të Zotit që të fitohet kënaqësia e tij. Pra dhe rutina është një si thua gjendje jo e mirë për besimtarin në raport me adhurimet që ai kryen për Zotin e tij kundrejt Zotit të tij. Sepse duhet ta kontrollojë veten e tij her pas here, të shikojë niyetin, ta shikojë ku e ka nivelin e sinqeritetit në kryerjen e këtyre veprave. Dhe ne kemi raste të jashtëzakonshme në shoqërinë tonë ku sistemi komunist ndaloi fen, dhe patëm një patë raste ku njerëz të sinqert, njerëz të qëndrueshëm arritën që ta mbanin këtë fe dhe ta adhuronin Zotin në kushte ekstreme. Sa duhet të ndihmojnë këto shembuj konkret, këto shembuj të gjallë që shpesh i kemi po themi në rrethin ton, në familjen ton, për t'i bërë ballë atyre sfidave që dikujt ndoshta i duhet që të emigrojë disa vjet jashtë, dikush ndoshta i duhet të shkojë në një ambient ku nuk ka shumë besimtar. Pra sa ndihmohet sinqeriteti dhe qëndrueshmëria në fe me këto shembujt, po themi që janë pjesë e shoqërisë tonë dhe historisë tonë. Këto janë shembujt e mirë për të cilëve ata njerëz cilët bën shembull për mirë dhe dikush e merr shembullin e tyre dhe kryen vepra të mira, kryen qoftë vepra të njëjta apo vepra të tjera, ata marrin shpërblimin e tyre. Thotë i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, nëse dikush bëhet
shkak bëhet sebeb për udhëzimin e një personi, apo qoftë kanë thënë dietarë edhe për motivimin që dikush të kryejë një vepër të mirë të ngjashme me të apo një vepër tjetër, ai merr thotë shpërblimin e atyre veprave që ai kryen pa ju paksuar atij që i kryen apo dhe ky vet prej shpërblimit. Pra merr shpërblim njeriu dhe motivohet besimtari që në kryerjen e veprave të mira të motivojë edhe të tjerët. Dhe prej rasteve më të veçanta janë ata të cilët në periudhën e komunizmit ata kanë qëndruar e kanë ruajtur fenë e tyre, kuptohet në fshehtësi sepse ka qenë kërcënim i madh për ta, janë falur, kanë agjëruar, pra siç e përmendëm në fillim prej atyre mënyrave se si njeriu duhet të kontrollojë veprat e tij dhe sinqeritetin që ka në kryerjen e tyre, ai shikon nëse rrethanat vështirësohen, si ndihet. Pra ndihet që shqyqyr që u vështirësuan rrethanat që të heq dorë prej saj, apo vazhdon me po të njëjtën bindje që duhet ta kryejë këtë vepër. Dhe këta njerëz kanë qenë ata të cilët i kanë kryer këto vepra edhe në kushte shumë të vështira, në kushte ekstreme. A është sinqeriteti një prej sebeveve që pastaj Zoti të jep rrugëzidhje në situata kur të tjerët i konsiderojnë po themi të mbyllura? Pra komunizmi ishte një rast konkret ku për shumë njerëz menduan se feja tashmë është e mbyllur dhe është e pamundur që njeriu të jetojë me besim. Ndërkohë ne thamë që patëm jo pak shembuj të atyre cilët Zoti ju krijoi mundësitë që fen ta mbanin dhe ta vazhdonin. Këta janë ata të cilët janë mbështetur tek Allahu. Pra mbështetja tek Allahu, a është një çelës i rrugëzidhjeve? Pra si e ndihmon njeriu përballë situatave kur i duket se gjithçka ka mbaruar, gjithçka është ai përmend Allahun në Kur'an, ai i cili i mbështetet Allahut, ai i cili i friksohet Allahut në kuptimin e si thua e mbështetjes ndaj Zotit, e frikës ndaj tij, Allahu thotë i jep rrugëzidhje atij nga ai nuk e pret. Pra njeriu përgjithsisht në natyrën e tij mundohet të japi zgjidhje problematikave të tij. Dhe nganjëherë të gjitha zgjidhjet e logjikshme bllokohen. Ashtu siç e kemi përmendur rastin e Musait alayhis salam kur u gjend përballë detit, që nuk kishte më zgjidhje logjike se çfarë zgjidhje të jepte kësaj situate. Ishte me popullin e tij duke u larguar nga faraoni dhe u gjend përballë detit. Pra kjo situatë nuk kishte zgjidhje logjike, nuk mundej njeriu të jepte zgjidhje kësaj. Po ai kurrë nuk e humbi shpresën tek Allahu. Kurrë nuk mendoi keq për Allahun Dhul Xhelal dhe Allahu i hapi atij rrugë nga ai nuk e priste. Çau për Musain dhe për popullin e tij detit. Pra mbështetja që besimtari ka tek Allahu Azza wa Jall dhe ajo bindja që Allahu do ta ndihmojë atë bëhet shkak që Allahu Dhul Xhelal i hap atij rrugë nga ai nuk e mendon, nga ai nuk e pret. Dhe për shumë prej atyre të cilët kanë jetuar në periudhën e komunizmit, ndryshimi i gjendjes dhe hapja e mundësisë për si thua praktikuar fen dhe për të qenë tani më njerëz të lirë dhe besimtar të lirë, ka qenë shembull i tillë. Dhe ata nuk kanë hequr dorë deri në fund. Qoftë ata të cilët e kanë mbyllur jetën në komunizëm, që nuk kanë hequr dorë prej adhurimeve dhe pse i bënin fshehtësi, apo qoftë ata që e kanë parë dritën e ndryshimit, ku kanë jetuar midis dy kohërave, le të themi, dhe në atë kohën që nuk lejoheshin ta praktikonin dhe ta adhuronin Allahun lirshëm, dhe në kohën ku më pas u hapën si thua mundësitë për ta adhuruar Zotin të qetë. Kështu që padyshim mbështetja tek Allahu është prej adhurimeve më të mëdha që njeriu bën. Unë falenderoj shumë për këtë bisedë dhe për këtë shpjegim, Zoti shpëlbeft. Allahu nderoj. Miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për sinqeritetin si boshti i fesë, po gjithashtu dhe si çelësi i hapjes së rrugëve për zgjidhjen e shumë problematikave që ndoshta arsyeja dhe rrugët toksore konsiderohen të mbyllura. Me sinqeritet shumë vepra shpërblehen shumë dhe me mungesën e tij shumë vepra të mëdha jo vetëm që nuk marrin shpërblim, por se mund të kthehen dhe në barr për njeriu. Unë falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi sërish të javën e ardhshme me një tjetër temë gjithashtu shumë të rëndësishme. Kalofshi mirë.